Elsa Mirdita, faleminderit që pranove të jesh pjesë e Shqipëria Live. Përshëndetje, faleminderit. Do të flasim bashkë për një temë krejt tjetër. Të lutem, më shpjego se çfarë ndjesie është të vizitosh 75 vende të botës dhe më trego sa të kanë ngelur dhe a do i vizitosh të gjitha. Unë uroj të arrij një ditë që t'i vizitoj të gjitha, dëshira është shumë, nuk është sepse është një pikë synim për t'i vizituar gjitha këto vendet, por është më tepër kurreshja për të parë çdo vend të ri. 75 vende e di që nuk janë pak, por nuk më është ndalur akoma kjo dëshira për të vazhduar dhe për të eksploruar dhe aktualisht kam bërë një tjetër bilet për të nisur mbas 2 javësh dhe për ta çuar kështu numrin në 76 numrin e. Cili është vendi? Ku do shkosh? Në Maldive. Në Maldive. S'pas ke qenë në Maldive, ke vizituar 75 vende dhe s'ke qenë në Maldive. Ka qenë kurreshtje e madhe për mua sepse në të gjithë blogjet që lexoj online apo kur bëj ndonjëherë kërkime del si deti më i bukur në të gjithë botën. Dhe tani jam shumë kurreshtare që të shkoj dhe ta shoh. Cili është vendi më i bukur që ke vizituar ose më i çuditshëm ose ai që ka surprizuar më shumë? Jo, surpriza do të thosha që India më ka lënë një impakt shumë të madh. Dhe më thënë, edhe shumë kohë mbasi jam kthyer nga India, mendoj që kam menduar gjatë shumë gjëra që pash, do më thënë. Janë shumë të ndryshme nga realiteti që ne jetojmë. Që kështu do të thosha India dhe një pjesë e Sulawesi-t në Indonezi që ka qenë edhe një impakt i fortë pasi aty mbajnë të vdekurin në shtëpi për kohë shumë të gjatë dhe nuk po flasim për muaj apo ditë, jemi duke thënë për vite. Domethënë kanë 17, 18, 20 vjet që mbajnë të vdekurin në shtëpi, sepse sipas tyre derisa ata të kenë mundësinë ekonomike për të therrur buallin, edhe që është një numër i madh që kërkohet, nga një minimumi 7 buaj duhet therin, për të shkuar deri në një numër maksimal 25, edhe bualli atje kushton shumë, mbi 3.000 euro, prandaj një ceremoni martore në Torazha kushton shumë, prandaj të vdekurin e mbajnë në shtëpi derisa plotësohet kjo shuma e paras. Ishte shumë interesante që ndave me ne, po. Ushqimi ndoshta që ke provuar, në cilin vend të botës ka bërë më shumë përshtypje? Azia sigurisht ka impaktin më të madh kur ti provon ushqimet, sepse siç e dim atje kanë edhe insekte, që gjë për ne është pak e çuditshme edhe të bën pak impresion kjo gjë ta provosh. Por gjithsesi jam munduar të provoj disa gjëra. Është kurreshtja e madhe, por nuk kam arritur dot që t'i adaptohem. Këtë e them. Më tregojnë edhe nga stafi që ke provuar dhe kafen më të shtrenjtë në botë, në cilin vend të botës e ke provuar kafen më të shtrenjtë? Kam qenë në Laos, Kopi Luwak quhet. Faktikisht është një nga videot e mia që bëri shumë buj, ndoshta sepse titulli që kam provuar kafen nga jashtëqitja e një kafshe, por realisht është një proces i gjatë që bëhet i kafes, por është e vërtet që civeta ha kokrën e kafes, ende të pabër, edhe e nxjerr nëpërmjet jashtëqitjes. Kjo ishte edhe kafja më e shtrenjtë në botë. Ke qenë në Izrael në një nga momentet e sulmeve, po ashtu? Kam qenë në Jordani. Kam qenë në Jordani përpara një udhëtimi në Çipër. Këto pamje që jemi parë në këto momente i kam parë nga dhoma e hotelit. Janë në Misilit dhe dëgjohet edhe zhurma madje. Unë nuk e kam hequr, duket nuk kam hequr zërin audion, është po dëgjohet dhe ishte shumë impresionuese që shikoj këtë gjë. Kuptoj. Janë Misilit, është pjesa reale që duket. Shumë interesante. Jemi shumë kurios të shohim sa do të të pëlqejnë Maldivet kur të shohim fotot që do shpërdash në vijim dhe nëse doja dalësh të vizitosh ndoshta në 2025-ën mund ta çosh me shumë përpjekje, po ti lësh disa punë të tjera më njanë në 100 numrin. Kam përshtypjen se edhe mund ta bësh. Mundet, duke marrë një kroçer ndoshta. Të falenderoj shumë. Elsa, ishte kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi për ne. Mirë, bashkë do ndajemi këtu, pas pak do të jeni me edicionin informativ në Top Channel. Mirupafshim.